Për të 13 natë radhazi, Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane, duke zgjeruar presionin ndaj Teheranit. Sipas komandës qendrore të SBA-s, sulmet u përqendruan në qendrat e komandës ushtarake, depot e dronëve, rrjetet e komunikimit, pikat e mbikëqyrjes bregdetare dhe kapacitetet detare të Iranit. Ndërkaq, CENTCOM njoftoi se më shumë se 50.000 ushtarë amerikanë janë të dislokuar dhe po operojnë në lindjen e mesme. CENTCOM buri në shënjestër qendrat iraniane të komandës ushtarake, objektet të ruajtjes së dronëve, rrjetet e komunikimit, pikat e vëzhgimit bregdetar dhe kapacitetet detare, për të dobësuar më tej kërcënimin që Irani paraqet për detaret civil dhe anijet tregtare që kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit. Në të njëjtën kohë, administrata amerikane njoftoi se synon të përdorë asetet iraniane të ngrira për të kompensuar dëmet e shkaktuara ndaj anijeve dhe ngarkesave, pas deklaratës së presidentit Donald Trump se Irani do të paguajë për çdo dëm ndaj anijeve, ngarkesave apo çdo gjëje që lidhet me to. Ministri i Jashtëm i Iranit reagoi duke cilësuar këtë veprim si një precedent të rrezikshëm, ndërsa paralajmëroi se konfiskimi i aseteve shtetërore mund të ketë pasoja serioze për sistemin financiar ndërkombëtar. Sulmet vijnë pasi hudhët e mbështetur nga Irani pretenduan se kanë goditur 2 tanker saudit në detin e Kuq, duke rritur shqetësimet për sigurinë e transportit detar ndërkombëtar. Ndërkohë, media shtetërore iraniane raportuan shpërthime në disa objekte ushtarake dhe tregtare në jug të vendit, përfshirë qytetin portual, Bandar Abbas dhe ishullin Qesh. Për shkallëzimi i situatës, ka ndikuar edhe në tregjet ndërkombëtare, ku çmimi i naftës bruto është ngjitur mbi $100 për fuqi, niveli më i lartë në muajin e fundit, mes frikës dhe ndërprerjes së furnizimit përmes ngushticës së Hormuzit. Më herët Trump kishte paralajmëruar ndërshkim të madh ushtarak ndaj Iranit pas sulmeve të Houthëve ndaj anijeve në rajon, ndërsa Washingtoni këmbgul se operacioni synon të dobësojë kapacitetet ushtarake iraniane, që sipas tij paraqesin kërcënim për lirinë e lundrimit në gjirin Persik dhe detin e Kuq. Ndërkaq, Garda Revolucionare u ka bërë thirrje civile